A është lejueshme që gratë të bëjnë iftar në lokale ku vetëm gratë shërbejnë dhe janë të pranishme me qëllim që të mblidhen më shumë njerëz? Po, kuptohet se nëse gruaja shkon në një vend ku nuk ka asnjë haram, do të thënë nuk zbulohet trupi i saj dhe nuk ka përzierje me burrat huaj dhe në atë vend nuk ka harame si alkohol ose bigjoz ose muzikë ose vepra, do të thënë të shëmtuara, nuk është haram për gruan. Nuk është haram, do të thënë, të shkoj aty ku nuk ka asnjë gjë që e kundërshton shariatin. Por në përgjithësi gruaja duhet të ruhet, edhe duhet ta di se shkuarja nëpër lokale dhe nëpër vende të këtilla është rrezik për zbulimin e saj, sepse vetë dalja nga shtëpia, do të thënë, është rrugë e zbulimit të gruas. Edhe shkuarja në tubime kështu, do të thënë, sidomos gjatë Ramazanit, në kohën kur duhet njerëzit të përmblidhen, do të thënë, nëpër shtëpi dhe nëpër xhami, edhe të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kjo do të thotë angazhimi i familjes për të shkuar, për të ardhur, për të tubuar, nuk është dobia shumë e madhe që të tubohen, do të thënë, njerëzit, edhe gratë, sidomos tubohen në ndonjë lokal, nuk ka ndonjë dobi të dukshme, wallahu alem. Kurse kjo dalja, shëtitja, grumbullimi, do të dalin nëpër rrugë, do të dalin, do të thënë, të grumbulluara kështu, nuk janë pamje të hishme, edhe janë kundërshtim në përgjithësi, do të thënë, me etikën islame. Dhe prandaj për këtë shkak keni kujdes në këto, pra nuk tham se është haram, por nuk janë të hishme, edhe mund të jenë rrugë për haram. Edhe pastaj lokalet ato ku shkojnë, a janë të besueshëm, nuk e dim se çka mund të ketë aty e kështu me radhë. Prandaj ruajtja është më e mirë, edhe shpëtimi, do të thënë, prej dëmeve është më parësor, nuk i jepet përparësi diçka tjetër para kësaj, wallahu alem.